Klientes nuk I pëlqyen vetullat pasi ja kishin bërë laminim. Erdhi një kliente në studio që do bënte vetullat laminim dhe qërpikët LVL. Pasi realizuam testin e alergjisë, nisëm nga puna. Fija e saj natyrale ishte shumë e hollë dhe përshtatej fiks për procedurën e laminimit. Pasi mbaruam me produktet, pastrimin dhe lyrjen, e shikon veten në pasqyrë dhe I pëlqeu shumë puna. I kam bërë tha edhe një herë tjetër, po s'më kanë dalë kaq bukur sa sot. Normalisht edhe ne u kënaqëm shumë me rezultatet. Ikën klientja nga studio, kalojnë 2-3 orë dhe merr vajza përsëri. Fillon të bërtas me të madhe, I kam skandal vetullat, çfarë mi bë? Ju s'dini të punoni, çfarë po ndodh, pse I kam kështu? Duke qenë se në telefon na u duk situata shumë alarmante, normalisht I tham që të kalonte në studio më mirë që ta shikonim çfarë kishte. Vjen klientja përsëri në studio dhe vetullat ishin të gjitha të çrregullta. E shikojmë dhe dalloi që kishte ndodhur diçka. Dhe normalisht fillojmë me pyetjet nëse kishte pasur kontakt me ujin, kishte përdorur ndonjë produkte vetullat gjatë kësaj kohe. Jo, tha, s'kam bërë absolutisht asgjë. Kështu që të zbulonim të vërtetën, vendosëm pajisje për të detektuar nëse fija kishte lagështi. Sepse ne saj kishim bërë procedurën dhe normalisht fija duhet ishte 100% e thatë pas laminimit. Dhe kremi arganit duhet ishte I vetmi produkt në vetull. Ndërkohë shikojmë nga pajisja se fija ishte lagur 80%, pra klientja kishte larë fytyrën dhe kishte prekur dhe vetullat. Ja tregoj dhe aty hedh të gjithë vërtetën. Unë kisha tha një angazhim të vogël dhe mendova ta laja fytyrën dhe pastaj të bëja make-up. Sigurisht që nuk u mërzitëm dhe patjetër që gjetëm një zgjidhje. I vendosëm edhe një herë kremin e arganit dhe botoksin që të ktheheshin në vendin e tyre të gjitha fijat. Dhe më në fund vetulla u kthye yll siç I kishte në fillim. Historia nuk ishte për kliente në video, por te klientja në video mund të shikoni se sa tërheqje mund t'i jepni zonës së syve vetëm me 2 procedura, LVL-n e qerpikëve dhe laminimin e vetullave. Pode sentar, pode sentar, pode